them, citata duket e normalizuar, duket që kemi bën veprime, por ja që tani me 12 tetor, kur mbahen zgjedhjet, dihet që kthehen kryetarët nga lista serbe. Zoti Legaj, ju dini edhe ne tim, pra ndryshimi atje nuk është për shkak se kanë ndryruar kryetarët. Ndryshimi është për shkak se kanë ndryruar gjëra të tjera, jo pse kanë ndryruar kryetarët. Ky është ndryshim minor. Jo, tash pa e marrë sepse baza e sigurisë dhe e zhvillimit vjen nga komunat. Ne kemi kryetarë që janë legjitim, e kemi thonë sa herë edhe në këtë studio. Janë kryetarë të zgjedhur me 10 vota, 100 vota, janë kryetarë legjitim, ligjirisht pranuar me ligjin e zgjedhjeve. Mirë po, shumica nuk i përkrahen ata kryetarë. Dhe veprimet tani që janë bë, mendoj që me 12 tetor apo kur të marrin detyrën kryetarë që vinë nga lista serbe, do të ndryshoj prap gjendja. Unë mendoj që prap ata kanë me tentu, sepse ne nuk presim diçka të mira nga Beogradi. Është shmendori, ne të shtyhemi kush o ma patriot në veri, a është Haradinaj, është Pali, është Albini, Dardani, kush do tjetër. Mendoj që ajo që duhet ne të themi, duhet që ne të kemi situatë qetë, pa fort, pa njësi speciale dhe t'jo bojmë qartë qytetarëve që janë të Republikës Kosovës. Fakt, njësi speciale janë në jug. Pra, ato që janë në veri janë njësi speciale kufitarët të cilat janë Ellen Pejt, janë Ellen Podojeve, Ellen Gjilan, Ellen në veri. Më falim vetëm ta sqaroj. Askush nuk është i çmendur nga shqiptarët që me thonë që ne duhet mi leju bandat serbe në veri. Askush nuk o duhet të jetë i çmendur nga shqiptarët, kush do që frymon Shqip, edhe që i thot vetit shqiptar që duhet me leju, me lullzue krimi i organizuar atje. Askush nuk mund thot që duhet ja vlejojmë për shembull bandav që të Radojqi që ta synojnë shkputjen e veriv. Ky suksesi pra. Ne jemi të fol për ata që na duhet rendi dhe ligji, siguria, por jo ne si përfaqe dhe tani vetëm ne të mirëm asnjë gjë tjetër mos të veprojmë, që mos tentojmë që atë komunitet ta integrojmë, sikur ka qenë integrum, ju e dini, çush ka qenë integrum. Jënë konë policia, jënë konë ushtarë tëne, jënë konë gjykatës tëne, kanë funksionu... Një mjaftoj një filikaq që se guzoj të themë Zoti Legaj, kështu dhe ata e lënë uniforme. Kjo mund shqetëson, për ndryshe, po e thamë që vetë Aleonca dhe Zoti Haradinaj e kanë dëshmu sa herë që është dashtë, që ta mbrojmë edhe qeverinë tonë, vendimet e kryeministrit në veri i kemi mbrojtur dhe do t'i mbrojmë me çdo kusht. Por jo në dam dikuj tjetër dhe në përfitimin e një grusht votal që të mirëm edhe të lihet krejt. Tjera gjëra thua se ne tani do të mirëm vetëm me veriun që është pjesë e Kosovës.